Ping pong. Pra, si që pam edhe në prezentim, loja e 4 është ping pong, nga 2 lojtarë do të luhet loja. Ju 2. Atëherë ekipi i parë do të luajë RTK-ja. Ta shojmë se Resule e ka dorën e butë për shërbimin e topa. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithçka gati dhe me të parën e qëllon Dritoni dhe të dytën. Shikojnë se çfarë caktësie nga Dritoni. 2 minuta loj për secilin ekip për të qelluar sa më shumë topa në sport. Të shohim se cili ekip do të jetë më i saktë. Momentalisht KTV-ja prin 8-2. Mos e prek ato, s'ka lidhje. 2 topa në sport. 1 minutë e 35 sekonda ka mbetur topi i tretë në sport për skuadrën e RTK-s, edhe i katërt. Ma me stil, ma mirë, Driton, kështu. Dritoni e qëllon edhe topin e 5. Në stilin kinez luan ping-pongun Dritoni. 1 minutë e 15 sekonda deri në përfundim të kësaj sfide për ekipin e RTK-s. Edhe një top për skuadrën e udhëhequr nga Dritoni. Vazhdon me saktësinë e tij. Fan mirë. Minuta e fundit e kësaj gare. Edhe më tej duhet të ngutet Resuli me hedhjen e topave pasi që edhe 50 sekonda janë deri në fund. Mirë po duhet të jetë më i saktë në pasimin e tyre. Shikojeni këtë aftësi, po e pren topin si me zhilet. O shumë gut. 35 sekonda deri në fund. Jeni duke dëgjuar edhe instruksionet nga të dy anët, të mos ngutet. Sekondat e fundit të kësaj gare, shikojeni se sa i aftë dhe sa i saktë është Dritoni. Është dashur ndoshta edhe ta ndroj profesionin të mos merret me shkencë. Relax. 15 sekondat e fundit. I afrohet fundit ekipi RTK-s, pardon, 9, 6. Atëherë do ta lusim me nisin që të i numëroj topat e Skef, veç Ronaldinho në sport. Veti ka bërë këto asiste. Kemi 2, 4, Nuk ka një mungut se 8, 10, 12, 14 topa. 14 topa për ekipin e RTK-s, momentalisht ekipi që ka qelluar më së shumti topa në sport. Dritoni u tregu shumë i suksesshëm këtë sport. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Gjithçka gati edhe për ekipin e KTV-s, 2 minuta edhe për lojtarët. Drini dhe Alba duhet të i qëllojnë së paku 14 topa apo më shumë. Pasimet momentale të Albës lënë shumë për të dëshiruar. Shohim nëse Drini do të jetë më i saktë se Dritoni, ja topi i parë. Një duart rokitje për ekipin e KTV-s, vërtet do t'i ndihmonte këtij ekipi. Vetëm një top deri tani në sport. Duhet të jenë më të qetë në pasimin e topave. 1 minutë e gjysmë deri në fund. Roki ma kështu si... Alba shërbej topat pak në një. Vazhdon Drini me jo efikasitetin e tij. 1 minutë e 15 sekonda deri në fund. Vetëm një top në sport. Po shihet që s'ke lujt ping-pong. Përqendro se mundesh me fitu. Po shihet që s'ke lujt ping-pong as ti. 1 minutë e 5 sekonda deri në fund. Minuta e fundit. Vetëm një top në sport deri tani për ekipin e KTV-s. Son për gjumë farë, ma bush. Shërbimet më të buta kërkohen nga ekipi i KTV-s, duhet jenë më të koncentruar definitivisht. 45 sekondat e fundit. Një mbështetje nga publiku, ndoshta do të ndihmon Drinit. Drin përqendrohu edhe 32 sekonda i kemi 30.
Po du me polojnë. Mos u dorëzo. Ja dhe topi i dytë, edhe i treti. Duhet të vazhdoj me këtë efikasitet ekipi këtë vëz, ja dhe topi i katërt. 15 sekundat e fundit. Hajde, bile të afrojnë apak. Shkoj me Duart Rokiti e lucim për ekipin e KTV-s. 9, 8, Bravo. 6, 5, 4, 2. E përfundon gara. Bravo Drini. 4, 6, 7. Dhe është ekipi RTK-s ai që ka triumfuar në këtë sfidë që i sjell gjithsejt 10 pikë. Pra, mbaruam edhe lojën e 4 në favor të ekipit të RTK-s.